Pse nuk duhet të pini ujë gjatë ngrënies. Janë të shumtë njerëzit që pinë ujë gjatë kohës që janë duke ngrënë. Një shprehi tjetër thuhet se, duke qenë se mund t'ju bëjë më shumë se sa të mira, ajo mund të krijojë gjithashtu edhe dëme. Faza e parë e procesit të tretjes fillon me gojën. Gjatë kohës që është në gojë, ushqimi duhet të jetë 25% gati për tretjen përpara se të arrijë në stomak. Këtë gjë do ta bëjë të mundur edhe për t'ypja. Për shumë njerëz hanë me nxitim dhe nuk e coptojnë ushqimin aq sa duhet, dhe ata nuk mendojnë se pasojat e këtij veprimi i vuan trupit tyre. Kur ushqimi coptëzohet në mënyrën e duhur, goja prodhon sasi të mjaftueshme të përshtypjes që e ndihmojnë ushqimin të shkaktojë edhe një tretje më të lehtë dhe të shkojë më lehtë në stomak. Përshtyma kryen funksionin e ujit pasi ajo përmban 82% deri në 98% ujë, 2% enzima tretëse dhe e bën atë procesin e tretjes më të lehtë. Kur pini ujë gjatë kohës të përtypjes, krijoni edhe vështirësi me tretjen, që mund të krijojë gjithashtu rëndesa të theksuara në stomakun tuaj.